Është e njëjtë në të gjithë rajonin për pjesën e inputeve bujqësore dhe kostet e prodhimit, por mbështetja jo. Do të thënë mbështetja ne jemi ndryshe nga rajoni. Kështu që nëse vazhdojnë të rriten çmimet, duhet të vazhdojë të rritet mbështetja. Ne nuk kemi mbështetje direkte te fermieri në situatën që ndodhemi. Pastaj bujqësia vjen pas një përmbytje, domethënë 2 përmbytjesh, pati ngrica, shumë dëme, edhe vazhdon është rritur kosto, ku sot prodhimi mund të jetë, domethënë eksportet e bujqësisë sot duhet të jenë diku te 20-30% më pak nga viti i kaluar. Tani ka filluar kastraveci, domatja, por nuk ka pas probleme sepse fermerët tanë kanë vazhduar me, për mos të thënë bujqësinë organike, por konvencionale. Jemi gati në çmimet e 2022-shit. Kemi shkuar në 30-40% më shumë se sa para një muaji. Atëherë, në tregun tonë kur shiten domatet, perimet që vinë nga importi janë gjithmonë më të shtrenjta, që është krijuar ideja e cilësisë. Por çmimi domatja nuk është keq si çmim. Ka mbajtur një çmim. Është 3.000 lekë vjetra ose 3.1 euro kjo ka në ndodhur treg për shkak të përmbytjeve, sepse shumica e domateve janë përmbytur këtë vit. U përmbytën 2 herë, domethënë u mbollën 2 herë se herë dhe 2 herë u përmbytën. Domethënë kjo është herë e tretë që vazhdoi. Çmimet unë nuk i shikoj shumë në rritje, se mbas prodhimit që është tani nuk janë arritur edhe PMB-t, se normalisht kur rritet nafta, rritet transporti, rriten çmimet, shkon direkt në rriten edhe spekulantët, ki parasysh her pas here. Domethënë sa filloi të flitet për luftë, këtu tani ka filluar lufta sepse i rrisin direkt ditën tjetër. Nuk presin, edhe kjo do të thotë ose nuk kanë rezerva, ose këtu e vazhdojnë e spekulojnë, vazhdojnë e abuzojnë. Edhe një abuzim edhe mund të ketë, por ne kemi ngër shumë të madh, të paktën te ministra e financave. Ne mund të jemi vetmi vend në botë që të vëshajnë e bujqësisë se kemi 0 në blerje, 20 në shitje. Domethënë 0 në blerje te fermieri, 20 në shitje te konsumatori. Automatikisht rritet 20%. Nëse ne marrim 1 kilogram domate sot 200 lekë të reja tek fermieri në lushnje, duhen shtuar kostot e transportit, fitimi i mundshëm, por vetëm të vësheja shkon 40 lekë, 4 lekë të reja, 40 lekë të reja. Domethënë vetëm kostot të vëshes. Ne, fermieri jonë i blen të gjitha produktet me të vëshe inputet bujqësore, në fund kur e shet, te trektari e shet me të vëshe 0. Domethënë të vësheja ti bllokohet në ferm, që duhet shkojë te konsumatori. Mendoj se mund të jemi vetëm shtet në botë që kemi këtë. Ka folur edhe disa deputeti, kam dëgjuar, edhe akoma nuk është